Pra mënyra e bërjes dasmë që shkej që ju e cekët pak a shumë, është fakti që ne në dasma, si më thonë, kufizohemi tek harami, pra me kuptimin nuk mundohemi që në dasma tona mos ketë gjëra haram, siç janë pijet alkolike, siç janë ahengjet e kështu gjërash, apo përzierjet e meshkujve me femrat, plus mundohemi që në dasma tona mos ketë shpërdorim. Pra nuk duhet që në një dasëm, pse është dasëm, të shpërdorohet, pra gjërat duhet të jenë brenda normalitetit. Në momentin që nuk ka shpërdorim dhe në momentin që nuk ka harame, pra ato harame që unë i përmenda, atëherë dasma është okay, mund të zhvillohet, nuk ka numër të kufizuar njerëz, nëse janë mundësitë ekonomike, pra nuk ka as numër të kufizuar sa është minimumi dhe nuk ka numër të kufizuar se sa është maksimumi. Çdo njeri, si më thon, bën hesapet e veta, bën llogaritë e veta. Ju përmendët që profeti Muhammed i tha atij personit bëni dasëm qoftë dhe me një dash ose një qinç, fjala bie. Sot ka dalur, le të themi, në trend një mënyrë tjetër, që janë këto banketet e hapura, ku njeriu merr, pra kushtohet ngrënia e ushqimit apo mund të ketë edhe e rëndësishme është shenja dhe të jetë festa, të jetë shenja. Pra gjithë ideja është që të merret vesh, të dihet se filani është martuar me filanin, pra të merret vesh, pra të kuptohet, dihet që nesër pas nesër mos të ketë keq kuptime, nesër pas nesër mos të ketë fjalë. Pra gjithë ideja është gëzimin ta ndaj me të tjerët dhe e dyta të jepet lajmi, si të tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a'linu bin nikahi walau bid-daf. Pra tregoni se kur është bërë nikah, pra njoftoni se kur është martuar dikush, qoftë dhe duke ra defin. Pra dhe ka qenë si traditë e tyre, në ato shtëpia që gratë rrihnin defin, kuptohej se në atë shtëpi ka ndodhur dikush pra është martuar.